rikthyer në një tjetër video të kanalit tim. Ju që jeni të rinj, mirë se erdhët. Unë quhem Danja, dhe ju ndodheni tek Danja's Channel. Këtu kemi Aleksin, këtu kemi Emren që është në gjumë, këtu kemi Redionin, kurse këtu kemi Marian. Dhe ne jemi nisur për Udhtim. do shkojmë Kosovë. Do shikojmë dhe do takojmë vëllezërit tan dhe motrat tan shqiptare. Motrat tona. Motrat ton. Motrat ton. Jemi zgjuar shumë shpejt, mos në vini re. Është shpejt në 7. Pa 10. 7 pa 10. Po në zgjova 2, s'u zgjova në 6:30. Fojo, shpejt. Ti kur u zgjove ti zonjë? Unë ngrita 6:30. Po, në 6:30 do zgjoja Aleksa që në orën 6. Të mbyllur. Do zgjoja Aleksa që në orën 6 e marr unë në orën 7 pa 10 në telefon. Çfarë bëni tashme? Vavleta. Well, Tash unë the difference between us është që unë bëhem gati kështu fap direkt kurse ti vonohesh gjithmonë. dhe i thash unë Aleksa zbrit, thash unë se erdhëm të marrim. Direkt u ngrit, pastaj u bë gati. Dhe ne shkuam pas një ore e morëm. Anyway, kemi rezervuar për të shkuar në Prishtinë. Unë shkoj për herë të parë në jetën time në Kosovë, në Prishtinë, nuk kam qenë asnjëherë dhe jam shumë e lumtur, jam shumë e gëzuar. Edhe mezi pres të shkojmë. Kurse pjesa tjetër e grupit, edhe Emreja ka qenë në Kosovë, edhe Aleksa ka qenë në Kosovë me shkollën. Edhe Maria me Dorin, Maria me ha? Redionin dhe Elena me Dorin. Kam bërë dhe flokët kaçurela, po më janë vërstilesh. Përfundimisht, kaçurelat dua dhe unë. Kaçurelat duhet t'i bëj në mëngjes, nuk duhet t'i bëj asnjë në darkë, po puna është që akoma s'e kam marrë dorën që t'i bëj për 10 minuta, siç son të gjithë që bëjnë me Dyson për 10 minuta. Edhe për një orë ca. Po sepse unë i ndaj në copa shumë, në tufa shumë të vogla flokët. Nuk ka nevojë të bësh me Dyson më shumë. Ti më vesh se ky ka flokë. Po më të gocat e puna më që ashtu. Shumë muhabeti të gocave të punës ditë Redion. Po i thon mos e di bëjmë ashtu për shkak. Si është muhabeti me gocat e punës, a Maria? Jo më ja. Unë s'kam fare goca në punë. Check there. Qa ka Danja më shumë sa unë? Po që nga e lezetshme jo kamera. Për të kënjër? Shikoj, hajde, se po të gjirojmë. Dëshja u voj, si s'o sa leka, sa i s'om leka. Ja, Maria Blato të kebab. Ka, ardi unë, që duhet të të më duhet ja pëqim. Po dalë në vlog. Se i shikon Danja pa qa kemi thënë. Danja, si mbyllet të shumë. Si mbyllet. Papa të duhe hape. Güzel olmuş. Jo. Aslan. North of Turkey. Hajde një goca. Prishtina që nga shumë e ftohtë. Yeah, bro. Andaj, sa po zbritëm tek Prishtina Mall, që nga shumë ftohtë këtu për jashta. Do mirë edhe Gjekin, po tashme që, interesante, Maria. Me që do jemi brenda, në qendër tregtare, nuk i morëm xhupat, muzikë. Më pëlqeka shumë. Something like a chameleon at the party. Tryna be everyone's type. Look what I started. Sa po ullëm për të ngrenë, kemi porositur, po u shpërndam në për të gjitha këto lokalet e ndryshme, sepse se cili ka marrë atë që donte qefi të merrte në vetë. Unë mora makarona, Emreja mori... hazër... Shko.
Mora makarona si që thash, po i mora me krem tartufi. Duket që ka shumë sasi. Nga era bie njerë të mirë. Përshëndetje. She's very boring and she doesn't know what she can eat. It's very problematic. I will send them back to Fabrica. We can change. Thank you. E ka gjetur Belaja me mua se nuk ha shumë ushqime të ndryshme që ai do të gatuaj edhe ha edhe për vete. Emreja është turk, është shumë mish ngrënës. Ha ushqime me shumë erza, me gjëra pikante, gjëra të tilla që unë nuk i ha, nuk i preferoj. Kështu që kemi probleme, kemi halle. Po bo këto flokët, s'më ndjekin mirë mua. That's all. Güzelmiş. Please take it. Mam qeu, shumë e mirë. Nuk ka shumë shihet artufi, por ka një shihet veçantë. Kjo buka duket shumë e mirë. Writing all of these love songs for somebody else. Posting all of these pictures. Ne sa po mbaruam së ngrani, ngrëm edhe mbërësira që që pa. Sa gjigande, kremaja. Edhe kemi vendosur që të shkojmë në escape room. S'kemi qenë asnjëherë edhe duam ta provojmë. Jemi të 6. Emreja kishte më shumë prioritet shopping sesa shëndet. Shëndetin. Faleminderit. Sesa escape roomin, kështu që unda nga Popeja. Po këtu që nga shumë bukur, ha? Baby, find out what happened. Yes. No one cared about the orphans. Kemi marrë një Airbnb, një penthouse, dhe është nga të 8. Dhe supozoj që të ngjitemi me ashensor, sepse na kanë dhënë kartë. Më thënë kishim vendosur ajo kutia në hyrje të patit. Por, karta me sa duket nuk ben. Ashensori nuk punon. Nuk e dim se. Kështu që do na duhet të ngjitemi me shkallë. So lodha, që ka ti vajtë po s'o s'po më numroj fare? Ha? 4! Mos ja fut kot. Po në mjeri, do gjimë në një branda të në falë një. S'po bë? So si kam brap shumë. Ben! O shqyqyrë, sa se këshim nga truar e palat. Okej. Në ndisni ndonjë dritë. Alo? Kemi dhe shapka. Qarë kanë këto që bërtasin kaq? Ta të varim këta. Wow! Wow! Wow, sa do më të mdha! Wow! Tu që nga depo. S'kemi po këtu ne. Një dhëm tjetë këtu. Wow! Që toalet i madh. Wow! Wow! Pse se kam bërë me banak? Wow, sa e bukur! Oh my god! Pas ka edhe o gjak! Që të vim me dimër e të ndezim.
Wow. Shumë bukur. Pas ka ujë. Pas ka ujë. Edhe shapka këtu në dritarja, në balkon. Balkoni se më të shumë. Do dalë në balkon. Oh my god. Wow. Crazy. Shumë bukur. Na pëlqen. Si hoqë këpucët time, pa edukat. Do doja të kisha një apartament si ky. Wow. Like İstanbul. Yes! Bence de. Avcılar. Duke sigur është Stamboll, thot Emreja, edhe unë këtë Po. përshtypje kam në fakt. Same. Okej, gushina s'është në një... Wow, moderne. Po shumë e bollshme dhe shumë e madhe. Tani, unë me sa pash atë qendrën Prishtina Mall, më pëlqeu shumë. Prishtinën se kemi para akoma. Kishte shumë gjëra që nuk i kemi në Tiranë. Domethënë për çfarë Tegu në krahasim me Prishtina Mall që nga shumë kot. Është si ta krahasojmë tani? Si Tegu me City Parku që është kot fare, domethënë, ashtu është dhe Tegu me Prishtina Mallin. Te go-karti u kënaqëm, edhe tek escape room-i. Te escape room-i jemi trembur një moment, nuk ja u shpjegoj dot sa kemi bërtitur. Hapëm një dollap që e hapëm me një drynë, domethënë me një kod, ishte me çelës. Edhe në moment që u hap dollapi, ishte një kukull brenda si ajo Anabela. Edhe kukulla në atë moment që u hap dollapi, ndenjë disa sekonda dhe pastaj është ngritur në ajër kështu. Kush bërtiti? Unë, Maria? Kush e pa tjetër kukullën? Kush thiri tjetër? Kush u trem tjetër? Kush bërtiti? Unë bërtita njerë. Edhe Maria edhe Dori. Aleksa s'ishte fare, se Aleksa se pa që ndodhi. Asë Redioni se pa? Vetëm në të treja, unë, Maria dhe Elena pas kemi thirur. Ishte interesante. Ngecëm, dolëm shumë e vonesë, në fakt, nuk e zidhëm dot për 50 minuta, po 55 a ishte aty. Po që shumë e bukur. Ne jemi ullu këtej nga ky salloni i vogël, kurse pjesa tjetër janë ullur ande nga salloni i madh. Tani të çlodhemi pak, edhe të dalim të shikojmë ku mund të shkojmë për të ngrënë, për të pirë ndonjë gjaçkë. Tani, si që pat, nga ato pamjet, Emreja porositi një pjat me krap pule, jo, kofsh pule, që ishin super pikante. Tani, pikantësia, pikant leku, pas ka një gradë, pas ka një njësi matse. Njësia matse e pikant lekut, quajt, how do you measure agje? Scoville. Quhet Scoville. Dhe ajo që mori Emreja ishte 1.2 milion Scoville. Öyle mi? Po. Më pikantja është 2 milion. Dhe imagjinoni kjo është 1.2 milion. Anyway, i hengri ato Emreja si që pat kaqar. Kaqar, domethënë ka lotuar. Se ishte shumë po shumë pikante, ka dirësitur. Po gjithsesi përfundoi, i hengri deri në fund fare.
Një nga ta kamariret e Soju Bar erdhi dhe tha që kush e mbaron, kush shkon deri në finish me këtë Go to Hell, sa ashtu e kishte emrin pjata, i bëjmë fotografi me Instax dhe e varim tek një vend. Edhe shkruajti dhe emrin aty, Luciferi shkruajti emres. My stomach hurts and I don't know. I hope my ass is good. Anyway, kjo ishte eksperienca jon tek Soju Bar. Dhe tani jemi duke shkuar për nga pedonalja për në qendër. Erdhëm këtu by the way. Si? Mirë. Ty erdhëm këtu. Ç'ne? Shifje ti i borën. Wow, faleminderit. Baroj! Wow. Wow. Sërbi. O moke. The next morning. Sot s'kam folur fare, mirë mëngjesi, mirë dita, mirë mbrëma. Tani dolëm nga Prishtina Mall, se erdhëm prap. Bëm pazare dhe do jo bëj një haul, se çfarë blejmë kur të shkojmë në shtëpi. Dhe tani jemi nisur për të shkuar në Prizren. Do ham drek aty. Dhe pastaj do kthehemi. Pasën të Maria. Dhe pastaj do kthehemi në Tiranë. Nice, blejmë gjëra të bukura. Fakt çmimet mua më duken njësoj me në Shqipëri, që është e vërteta. Po kishte më shumë dyqane dhe më shumë, pavarësisht se ne te Bershka Pull & Bear Stradivarius vajtëm, po kishte më shumë sasi, kishte modele të ndryshme që në Tiranë si kisha parë. Gjithsesi duhet vetë edhe njëri në Tiranë, po nuk do blej gjë, se mbarova, u kry. Tani kam për të bler vetëm ca bluzka. Po ato me shumë mundësi do t'i blej online, do t'i blej te Fashion Nova, se ishin nga 7.000 lekë, ishin shumë të lira dhe të bukura. One eternity later. Sa po zbritim arritë. Shikoni pak. Kam shtëpi që dallohet, ha? Kam shenja këtu. Janë shenjat e gjumit të mirë që po bëja në makinë. Nuk e di se ku do vejmë tani. Jam shumë në ajër. Pasi u zjova. O gjatë, o dita, ti para kolpi. Po vem në ura karakteristike e Prizrenit. Figjo, edhe marrë buke edhe po më djek edhe gry kam duke se po sigurem. Slipping through my fingers, can't recall all the days as the ocean falls and rises, so does life have to change. Morëm edhe gështenja, edhe jemi ullur tani këtu anës lumit. Cili lumi është kjo, se kam parë në hajtë? Lumbardi. Kush? Lumi Lumbardi. Po më pëlqej ka shumë. Vërtet Prizreni më dha një ndjesi më të bukur se sa Prishtina. Më pëlqen shumë më shumë se sa Prishtina, domethënë. Prishtina s'm qeu fare, të them të drejtën, domethënë flas troç. Prishtina ishte. Kurse në Prizren do vija prap. Emreja tha do vija, domethënë nëse do kishim makinën tonë do vinim çdo javë për të ngrënë te ky restoranti që erdhëm hangrëm për mëngjes ose ta am drek prap. I pëlqeu shumë. Pasi mbaruam së ngrëni, dolëm jashtë pinim çaj. Më thënë piu çaj Aleksia dhe Emreja, unë piva se nuk e pi. Edhe mbaruam çajin e u ngritëm. Po nuk rita direkt. Nuk e vura re që divani që ishim ulur kishte edhe krah. Në krah të djathtë.
Dhe e ka brar këmbë. Si më dha nëse ka gjoba 200 euro. Që ta mirë me gjilar. O, Alexia. Do i hiqa prap, po s'taj. Martë, 200 euro e pagun të varë 200. Oh, no. Në qofë se hep këto lëkurat e gështenjave pas ka gjobë. Me fara me Më pëlqen. E pagua ke në dogan, tha. Do i jap ty, jo. Ishte ushqimi. Ja pyet Emren. Emrea u marros. Emrea mori Iskandar. me qi. Jo. Sa morën? Me qi. Pak se sa nga gështinjë, në haqë. Derë dhe pak është. Më në fund arritëm në shtëpi. Është ora 8:40 gati, 9:20. Edhe unë do ju bëj një haul të shpejtë të gjërave që kemi bler tek Prishtina Mall dhe pastaj do e mbyllim video për sot. Do filloj me gjërat e Emres. Një bluzë të thurur. Shumë e bukur kjo, më pëlqen. Mori një xhaketë të tillë. Dhe këtë e mori sepse e kishte parë dje, i kishte pëlqyer shumë, por nuk e kishte marrë, nuk e di pse. Dhe i kishte ngelur në mendje. Pastaj u futëm që gjetëm një të ngjashme tek Stradivarius, si më duket, mos gaboj, për mua, për femra, edhe tha, në qoftë se do e marrësh ti këtë, tha, do vetë do marrë edhe unë atë tjetrën, tha që e pash, edhe do ta kemi njësoj. Edhe e morëm të dy. Po do ta shikoni pastaj tina. Mori një palë jeanse të thjeshta, të gjëra. Në fakt, një nga disa palët, mori nga 3 a 4 palë. Të janë si blu shumë e errët, e zezë, nuk e marrë vesh çan ngjyre fiks. Mori këto që mua më pëlqejnë shumë këto në fakt. Shumë të gjera dhe këto. Edhe më pëlqejnë sepse kanë këtë ngjyrën si quhet kjo ngjyrë, kështu si bakër, si ndryshkur. Mori këto pantallonat e tjera. Të gjera prapë edhe këto. Kanë këto motivet e tilla. Mori pastaj te një film turke, mos gaboj, po, Catch, e gjeti aty. Mori këtë xheken. Është ç'a quhet kjo? Stof, më duket se quhet. Ky materiali. Edhe kishte këtë imazhin nga mbrapa. Mori një xhaketë të tillë, sepse Emrea i kombinon shumë këto xhaketat. I ka shumë qejf, i vesh me bluza poshtë. Vesh xhaketën, pastaj vesh edhe një xhup tjetër sipër. Pastaj kalojmë nga rrobat e mia. Kjo është ajo xhaketa që thash që kemi njësoj, pak a shumë, jo fiks. Dhe këto të mijat në fakt ishin zgjedhja e Emres. Unë nuk bëra asnjë lloj kombinimi, ja lash aty në dorë të gjitha, se e di që vishet bukur ai edhe doja që të më vishte edhe mua bukur. Mora këto pantallonat që më pëlqejnë shumë sepse kanë këtë detajin, kanë këtë qepjen e tillë, si t'jo shpjegoj, duket, kanë këtë këtu, por janë shumë të gjera. Kishin edhe rip. Ja. Mora dhe një palë të tjera të ngjashme, po vetëm se këto nuk ishin me rip, e kishin vendin për ripin, e kanë vendin për ripin, po kishin këtë kopsitjen e tillë. Edhe këto të gjera, jo aq të gjera sa ato të tjerat, por që të gjera. Kam filluar edhe unë, më pëlqejnë më shumë rrobat e gjera tani, ai që jam shëndoshur. Mora edhe këtë jelekun, që këtë mund ta vesh me badi të bardhë, me gjysmë golf. Këto ishin të gjitha blerjet. Unë përpara disa ditësh, të premte, jo, të inte, bleva edhe 5 palë xhinse të tjera, të gjera të gjitha, edhe të thjeshta, ja nuk është se janë të bukura kështu wow, të veçanta domethënë. Mora se s'kam asgjë për të veshur për në punë tani në dimër. U detyruam këtë radhë të bënim blerje, jo se kishim qejf të shpenzonim lek. Kaq ishte videoja për këtë radhë. Ne u kënaqëm shumë të gjithë, kaluam shumë bukur. Prishtina, siç thash, nuk më pëlqeu aq, kurse Prizreni më pëlqeu shumë, më la një ndjesi pak më ndryshe, pak më të ngrohtë si qytet, të paktën aq sa erdhëm aty vërdall në qendër. Më shumë po dëgjoja turqisht se sa po dëgjoja shqip, edhe burra re që një pjesë e tyre flisnin edhe shqip edhe turqisht. Ju e dini, përpara se të largohem, mos harroni të bëni subscribe, like, share, comment, të më ndiqni në rrjetet e mia sociale në TikTok dhe në Instagram dhe bashkë do të shihemi në videon e radhës. Ju po dhe ju përqafoj të gjithëve. Bye!